E njeh verin ti? Nuk duhet kthehet Enveri. Ha? Duhet kthehet Enveri. Dëgjoj. Që i erdhi koha jote ashtu sa i ka ikur. Po unë dua të vinë të pjellte e Enverit. Dhe ta bëjnë një herë këtë popull. Këta 100 që janë aty që bëjnë ham për çdo ditë. Edhe e çuan këtë popull në vrasje, në fukarallëke, në të tëra. Ja u morën edhe fëmijët, se ky shtet i mori fëmijët që janë jashtë. Sepse na që çuan në zero këta, çfarë të bënte? Qoftë ti që je e re, qoftë dikush, iku na e keqja. Se e çuan në zero këta. Po të ishte Enveri sot, çfarë do ndryshonte për shembull? Çfarë do ndryshonte? Kultura siç e kishte, disiplina e rregulli e të tëra. Po le se ç'thon ti jo. Enveri ka qenë kështu e kështu. Urdhë, sa ashtu më tha edhe një para ca ditësh që më mori si puna jote. Tha, ja, Gjaxhi tha, tani ka liri tha. Kurse sot ka liri tha, po dije tha s'kishte liri. Po ti thua për lirin ti tash? Do liri ti tash? Hajde shkoj një aty. E zhveshur. Ajo është liri tash? Apo siç bëjnë këto të rejat edhe të rinj. Se unë kam thënë, domethënë që kam dalë në TikTok. Dhe ma bëri pyetën, si puna jote? Edhe i thash unë.